Rikthehemi në këtë blog dhe bartemi në Gjakova, atje ku një rast i rënd ka të rënditur qytetin, një person ka humbur jetën dhe një tjetër ka mbetur i plagosur pas të shtënave në orët e para të mëngjesit, konkretisht në fakt në orën 5:30 të mëngjesit në një lokal në Gjakovë. Sipas raportimeve, viktima dhe i dyshuari njiheshin mes vete dhe dyshohet se konflikti i tyre ka çuar në tragjedi, ndërsa i dyshuari është vedorzuar në polici disa orë pas ngjarjes. Çfarë dihet rreth këtij rasti dhe gjithë dinamikën e saj, e flasim në pjesën e dytë me të ftuar në studio, ku kam një super dyshe realisht, Plorat Sali është me ne. Plorat, në atësimet pas në studio. Faleminderit shumë. Si dhe kolegu jon gazetar Vullnet Krasnisi na bashkangjitur. Përshëndetje. Do ta kemi edhe në lidhje direkte zonjën Dita Maskas, që pas pak, por do ta filloja me Ploratin këtë diskutim. Plorat, cilat janë informacionet që ka arritur t'i marrësh deri në këto momente në lidhje me këtë rast? Krejt informacionet që ai ka marrë çojnë që konflikti ka ardhur tek ta dy për një prishje mini pazari, sepse ky djali dorasi ngjihet mirë në Gjakovë edhe dihet çfarë pune ka bë. Tash për çfarë profilit person po bëhet fjalë? Është person që domethënë si gazetar do të një 2-3 vena me konfirmu ato informacione që merr, edhe 3 më kanë thënë që ky është marrë me prostitucione edhe diler i drogave, pak matrona, kokainë këto, edhe ky ka qenë bashkë me to. Këto informacione që këtë kanë... Pra, këta ishin bashkëpunëtorë? Po, kanë qenë bashkëpunëtorë edhe aty janë prish diçka, edhe në kohën që në kanë, domethënë kanë qenë koha ku në shku me ndo ato so... Qallën që thujnë, formë popullore. Tash nështë nuk pjarenojmë shumë, po kështu janë informacionet, këto më duhet me thonë, domethënë për ta dhe janë prish, edhe aj në atë moment e ka po që është të e hup lojën është vet i dyti është a i bashkëpunëtori edhe po shku veç qyshe kanë krejtë se e din ma në Kosovë është pak... Kysh në 50.000 armë palje që arkullojnë tregun e Kosovës? Nuk është edhe zërë me gjetarë. Jo, është shkulleheq. Edhe qash tjetra, do më thonë u shku edhe ka gjuhë në drejtim ti, a i direkt e ka gjuhë për me kry si akt. Se, këtë po thua varësisht prej lëndimeve ku i kishte, goditjeve ku i kishte, ku ishte i goditur personi i vdekur në këtë rast? Aty që shijeti, nuk kam shumë informacione prej çka ka ndodhur mase që kanë marrë, por si shihet aty ajo ka qenë ul, është domethënë pozita edhe videot edhe fotografi që janë, është pozita ku e ka rrok, domethënë ai ka qenë në këtë pozitë edhe kur ka gjuhën në këtë drejtim. Ka qenë ulaj në momentin që ka dalë prej shanku, qyshe e kanë spjegu, edhe u ikë në ato momente, po tash mbetet policisë për hapa tjetë. Një informacion i pa konfirmuar, Vullnet, thot se ka pas të shtëna prej 2 armëve. Është e vërtet kja, apo jo? Nuk e di, por une këtë qështi du me shtru në një tjetër kant. Për mu pyetja kryesore është, qa kanë bë 2 shok në orën 5:30 të mëngjesit, edhe çka ka mujt me shkaktu atë nervoz, atë frustrim, atë reagim që 2 shok në orën 5:30 të mëngjesit me u qujtë. Pa ka shumë e tregoj, Plorate. Po, nëse teoria është që ata kanë qenë dilere të drogës, edhe kanë bërë shqitit e drogës edhe nuk kanë mujt me nda talën, kjo teori për mu, Plorat, bjem pak poshtë, për shkak që praktikat e mëhershme tregojnë që dilerat e drogës zakonisht talën nuk e ndajnë në 5:30, dilerat e drogës zakonisht, dilerat e drogës nuk janë konsumus të drogës që e shesin. Po. Do me thonë, këtu kemi të bëjmë mënje përdorus të drogës, nëse ashtu shpërflitet kokainës, e cili ka mujtë qenë që të ashtu shetës për mi garantu vetës blerjen e posedimin. Kjo është një praktikë shumë e njoftun të shumë përdorus. Po tash këtu ka një kontradikt, sepse sa po thaj që ata që zakonisht e shesin nuk i përdorin, tash po thua që shumë prej tyre e shesin për të fituar sasin për ta përdorur. Cila qëndron? Jo, qëre, ata që e shesin për me mbëllu veten, ata nuk janë dilera, do më ata kanë vetëm një mënyrë për me e garantu që me, sepse kokaina është një nga drogave ma addictive. Po, nëse më nësha dhe me regullu mikrofonin. Shqërje kolega dhe... Po, vërtet e di, edhe kam pas një periud shumë mirë. Kështu që, me ato që kanë do, në orën 5:30, nëse që raportohet, kjo është historia pyetja e parë, e dyta është, ky lokal është i shumë që ja 2-3 vjetë, zërtarisht. Ky lokal nuk ka funksionu.
edhe në RBK e këshyra, kjo nuk është i shumë edhe funksionon si kozmetik. Jo si pas informacioneve që ne i kishim. Si kozmetik punon. Në RBK nuk është regjistruar si biznes lokal, si lokal nate, po është si për shërbime kozmetike. Po këtu për shumë cocktail and coffee. Ato mund me shku gjithë shka. Dhe është My Place. Po, My Place. Nuk është... Vetëm në Sharem, nuk është My Place. Dhe nuk është në zonën periferike, apo në ndonjë bodrom, është në qarshi të Gjakovës. Ashtë kjo bjen edhe në domenin e institucionet. Pikërisht, jemi 3 gazetarë dhe të ashtojnë. Në këtë qarshi, më thanë që policia e Kosovës, e Gjakovës, është obligume çdo 20 minuta me ra. Po, dhe pas orës 11 do t'jenë mbyllura lokalit të gjitha. Hipotetikisht, dhe më dhënë, kjo i bjenë që policia e ka ditë për eksistencën e këti venin, e ka ditë që në këtë ven nuk shkojnë klientela, po këtë ven shkojnë dosat e dorasit. Këtë ven ka për 2 arsye. Mas orës 12 ka shërby, zakonisht është hapë që atëherë, zakonisht ka shërby si ven që shëshnia, se rejtë të tyne kanë shku me lujtë bëgjatë. Dhe, bravo, pikërisht, pra këto ishën edhe dyshimet e mija. Duke marë parasysh formën se si ka funksionuar dhe praktikat e kaluara, na shpinë të kuptojmë se kjo lokal është përdorur për bëgjaz. Po, por jo për bëgjaz në kuptimin e hapën, po ma shumë se pronë private e ti, paka shumë pronë publiko-private që ka qenë e hapën për njës të ti. Por është kaluar edhe në atë formë. Po. Tash, me sa mora informacionën, në Edi i plagosur, në Edi, që shpat në bjemnin, nuk e di në falni për në bjemnin, këj plagosur, këj është intervistu për policisë. Po. Edhe aje ka njës, aje është qelë si i krejt kësa historie. Edhe Edi Mehmeti. Edi Mehmeti, po kërkë fjallë. Aje mundet me thonë gjithë shka, sepse aje besohet që është edhe qelë si kësa historie. Po, para se me shku me e trajtu ka aspekti edhe pak familjarë, sepse mu më bani përshtypje pak arsëtimi prokurorisë sot, tha me majtë ditë para burgim për shkak të hakmarjes. Me ekziston rreziku i hakmarjes. Tash nuk e di nëse prokuroria e din një rrezik të tillë apo vetëm është një fjali që shkruhet zakonisht kur arsyetohet ose kur kërkohet para burgimi. Evrata ke po këto ndonjëherë si arsyetim se prokuroria për hakmarrje e morën dorasin. Ka shumë njëra për arsye, për mu ke përshtypje, nuk është një Sepse kemi të bëjmë me lëndim, kemi të bëjmë me vrasje. Vrasje e shokut, domethënë. Tash ka aspekti, normalisht, nuk është me diskutu këta korë në Kosovë, dhe nga së kërkonisht, për ka aspekti i kanunit, tash ti, mund për më mërë menja që ashtu paka shumë. Jo, të qënë të ajo që, do më thonë, i vrami edhe kë janë prish për diçka me dorasin, sepse mos me kanë hakmarja, pse kanë me majtë atë mbërë ku aji nuk tutet një hakmerë ti. Do më thonë, ta janë kanë konflikt me të, janë kanë të prishja pazare. Që shmujnë me kanë konflikt edhe kanë mujtë me qënë dherin 5:30 me nëgjesit bashkë. Po, normal. Konflikti mund me linë se cilë moment, vullnet. Agravon në moment konflikti. Unë po besoj që... Që të bisedu nuk merën veshën 5:30. E ke po në njeri që pasoj atyre të cilat i tha t'ju paraprakisht, pak konsum i narkotikë. Po, qka nëse ka qenë ajo këtë një muhabet për një bëgjaz ose një diçka që kanë humbë në bëgjaz viktima. Do më thënë... Absolut. Hipotetike gjithë shkaj. Burimi një në për njëzë që të rruna të pashën ka qenë, dhe nuk ka qenë vrasje e cila ka orë si pasoj e një muhabetit të më pashëm, po ka qenë vrasje e cila ka orë si pasoj e një muhabetit të aty për atëshëm. Që bën edhe ma tragike. Shasë prishën pazarë që aty për që aty? Jo, po, ama pazari, nëse ti përsu që ata kanë gjendi lejra, dhe kanë bo shqitje, dhe pasaj kanë do modën. Informacioni se unë vetë nuk kom pas me të bashkëpunim. Unë paka shumë, për shkak që edhe pritma që flitën këtu, që edhe zhuën pritmen, flitet për një, që shme thonë, një dialog shumë të ashpër në ato qasë, para vrasë. Dhe me thonë, a ka qenë ato një loje bëgjoze, që është lujt e është ti diçka, e a i në fund ka pranu me pagu, ose ka qenë një diçka që ka shti në bësh në bëgjoz ma herët, sepse aty ka qenë, ata besej që asë një për ty nuk ka qenë një rapor aty që ka qenë. Këto e në hipotetike, por do doja të kaja të zonja Makasë, zonja Makasë duke marë parasysh pra disa detajet të cila në dalë nga ngjarja. Ngjarja ka ndodhur në orën 5:30 të mëngjesit, ka ndodhur në një lokal i cili kryesisht frekuentoi pas orës 12 të mbrëmjes, në grupe të vogla, nuk ishte i hapur për të gjithë të tjerët, si pas ligjit, pas orës 11 nuk duhet të jenë të hapura lokal të asaj zone. Nga këndvështrimit, pyetja ime është se, apo i plotësojmë kushtet edhe ne si shtet për krijimin e ngjarjeve të tilla, duke marrë parasysh se aty vret se kanë shkuar disa gjëra jo konform ligjeve të cilat janë në fuqi. Kështu,
Unë mendoj që në shumicën e qyteteve të Kosovës kemi lokale të tilla të cilat funksionojnë në orare të caktuara, sipas orarit që kanë të shënuar, dhe sipas ligjit, mirë po pas një orari ato mbyllen dhe funksionojnë për gjëra të tjera. Mendoj që ka mungesë të kontrollit për këto vende, mirë po për rastin cilën jemi të e diskutu dhe ju jeni të e diskutuar në studio, unë nuk po mendoj që ka të bëj me lokalin apo praninë e këtij lokali të hapur në ato momente, sepse është një orar i cili nuk mund të jetë në përputhje që aty ka qenë është ushtruar diçka brenda në lokal, një veprimtari. Po mendoj më shumë që është një homicid interpersonal impulsiv e cila ndodh në moment për shkak të një marrëdhënie të tyre të cilët e kanë pasur dhe për shkak të një konflikti të cilën e kanë pasur në moment. Është një konflikt social i krijuar edhe emocione të forta, prania e armës e ka bërë edhe një përfundim fatal. Domethënë është kjo një produkt i eskalimit të menjëhershëm të një konflikti mes tyre, të cilët kanë qenë dhe konsiderohen të njohur, në një ambient me kontroll të ulët social. Kur po them me kontroll të ulët social është se është një flasim për qashin e vjetër, e cila është një ambient ku njerëzit dalin për marrë këtu edhe për më kalu kohë dhe kërkush nuk e mendon që mundet me ndodh aty një vrasje apo një mosmarrveshje mes personave të cilët mendohet që janë domethënë pronar të një lokali apo njëri prej tyre është. Qërë tash edhe një pyetje tjetër. Të raporti autopsisë pak a shumë hala si publiku, po e mora kështu veç se fillim, tek 5 plumbat, dhe me thonë janë vendosë që i ka në trup edhe i ka pak a shumë... Pra është goditur me 5 plumba. Tendenca ka qenë qartë si që tha, kjo e vërtetën shpata... Se përdu me dollë të një detaj tjetër. Dhe me thonë, si kur të kështë qenë një vrasje cila është e mendu me vrat direkt. Zakonisht vrasje si na e kena që vrat me një plumb ose e cakton një... Vetëm ta sharoj. Kjo është vrasje impulsive. Dhe me thonë, është vrasje në... Pa paramendim. Jo, është vrasje impulsive, sepse në shokut tënë, se a bën me të lutna me qitë edhe pak në rafshin me studiu dhe raportin e tyne. Nuk më nështë i shokut tënë, me atë shumë ja 5 plumba, në 5:30, dhe me thonë, në një situatë këtë normale, ose ka ndodhë një provokim ekstremisht i madhë, gjëtë që ka mujtë, për shumë me qenë një provokim i anës e gosë të ti, sepse a i ka qenë një person shumë me autoritet, në anën edhe ka grupet mafioze edhe ka qyteti, dhe më thënë, ka mujtë në ndodhë aje provokim, sepse diçka aty ka ndodhë, një diçka impulsive, sepse në asë një verzion tjetër nuk më në dikush... Vesh ta kjartësojnë, sepse në base nuk e spjegova atë qysh dashte me thonë, vullnet. 5 plumba, nuk e jep shokut tënë në një... Për që ata edhe nëse kur shkën me marrë lejen për armë, duhet me posi, aj kër e kalon shank, deri sa ka shkuen 5 sekunda. Mrena 5 sekunda, truni është punon në qatë mënyrë, sa që mund është edhe më uftof. Deri sa të pëqu i kështu në jargonin raportit, deri sa e drejton. Aty është momenti kur ti ftofësh, këshyre ndash anën psikologjike, ndash anën që shë merë lene, se që dash tema edhe kom drejtu. Aji nuk ka qenë impulsiv, se në momentin impulsiv kur jeti deri atje edhe shkon, edhe merë altin, më njerë automatikisht vjen në ndërdia jote dhe pse përbëj këtë veprim. Po kur e ki para prakesh që diçka ti e cakru me të, e ke vendos, atë nuk ka kush që të thërë mrapa. Edhe kjo, shku e ka morë armen e ka po që lojën është të hup. Se është 2-1. Do më thonë edhe ka po që këta e në konë bashkë. Ti thu se Dora si në këtë rast është një i cenum saj përket sigurisë personale dhe ka vepru në afekt në atë formë. Edhe ka pas, se ta që kanë pas gjithur qështën të qaje që mës të përmendi edhe njerë, të qështja që kanë bashkëpunu bashkë, pra për drogë si diler, është edhe njëni për gazetarëve që ka konfirmu që situatash. Nuk përbesej që ka mujtë me ikë. Edhe ajo momenti kër e ka pas armë ndorë, edhe e ka realizu që ato që ka pas, sepse pazari... Gazetare ka konfirmu që janë dilera të drogës? Jo, e ka konfirmu në diskutim me mu, që është trajtu edhe si rast. Edhe për që ata, kjo ka orë deri të konflikti, se ti shkon që aty për që aty, nështë me një dy momentin kër e kërsit, sepse kjo vjen... Zëtë Saliu për... Kjo është me 5 predha të një personi të regon tendencën.
është vrasje. Po, është direkt. Si që tash më fillim, nuk ka shku ajtë veç ta, se ka dhe rase ku shkon me plagosi, më në shminë gjoftë. Po, varet edhe ku kanë qenë ato goditje. Ju paraprakisht, me sa më kujtot, treguat se personi ka qenë i ullur dhe forma se si është goditur, e tregon edhe tendencën e tij, pra, por vullneti nuk e di nëse ka arrit me gjetë në autopsi, nëse i kanë s'është hala raport edhe plagët. Vetëm për shkak që janë biseda me dikon edhe më tregun që kanë me kërkesë e familjes se kanë liru trupin më herët se sot që ka varri. Në orën 4, po nuk më thash direkt, mos më shtin se do të më fol me ta, se jam të fol me ta në WhatsApp. Po, nëse ka mundësi vullnet ndërkohët na tregosh të paktën sipas versionit familjar, mbase do ta kemi rastin përmes kolegut ton gazetar Vullnet Krasniqi të kuptojmë edhe se ku ishte i goditur viktima në këtë rast, por do doja të kaloja pak tek zonja makasëshe, sepse ashtu pra ne si gazetar po japi materialin, ju e bëni ekspertizën tuaj, 5 predha në drejtim të një personi. Tendenca duket e qartë. Kështu, vetë fakti që kjo ndodhi, do me thonë, kjo vepër kryet në orë të hertat mëngjesit, do me thonë, në ora 5:30 kërkush nuk shkon me bëndë një biznes, apo nuk shkon me më grinë me një mik të ti, do me thonë, për një arsye të dopt ose për një temë si të them të përditshme. Mirë, po kjo tregon që është pak ka shumë e planifikuar. Mirë, po kur po them ka impulsivitet është fjala për këtë mënyrën se si ai ka kryer, domethënë veprën. Sepse koha që ai e ka zgjedh, takimi, vendi, arma plus edhe arma e ftohtë fika tregojnë që ky person veç ka qenë i përgatitur për me kryer këtë akt. Nuk është e çastit e momentit. Mirë, po që nuk e dim në qoftë se edhe thikën e ka poseduar personi, pra Nejdet Zymbera, i cili akuzohet deri në këto momente për këtë vrasje, pra ne nuk e dim, base edhe pala tjetër kanë qenë të armatosur. Po, ka qenë e pranishme sipas informatave të cilat i kemi. Mirë, po vetë fakti që viktima edhe autori njihen, na çon të mendojmë që ka qenë një vrasje, domethënë e planifikuar, ndoshta për shkak të problemeve që i kanë pasur më herët, këtu tek armët deshta mundurlitë. Por cila është gjika, pra vrasje, cila kryet në orët e para të mëngjesit në një vend krejt publik, me 5 predha, këto ju shtin juve të mendoni se kjo ka qenë e planifikuar paraprakisht, sepse nëse i shikojmë këto detaje, nga e kaluar rajon si gazetar, zotri Saliu, zotri Krasniqi, më shumë i gjanë do një momenti të afektit. Po, zonja Makasçi. Po, shiko, koha kur e kanë zgjedhur, me thonë, me u taku. Tash nuk e dim nëse kush e ka planifikuar këtë, autori apo viktima, apo ka qenë rasit, apo ka qenë një biznesit të cilën e kanë. Ata kanë qenë atë turë të tëra atë natë. Kanë qenë duke qëndru bashkaresht. Po, ndoshta një mosmarrëveshje, një konflikt i cili ka ndodhur mes tyre. Unë thashë edhe në fillim që sipas teorisë kriminologjike shihet si homicid impulsiv, interpersonal impulsiv. Domethënë, krejt elementet i ka kështu. Mirë, po, kur i analizojmë, domethënë, të gjitha këtu raportimet, mu pak duket që është një vrasje ndoshta e planifikuar, ndoshta ka qenë edhe më herë ndonjë konflikt shtuar deri aty, mirë po e ka tërheq autori veten dhe në këtë moment ai nuk ka mujtë me ndalë vetën dhe e ka kry që atë që ka pasur planifikuar. Shtrojnë edhe në fushën që nuk po flitet tu për 150 euro, 200 euro, shumë. Jo është ma e madhe dhe konflikti edhe që ajo vrasja kur ndodh për diçka, sepse dilerat të në Kosovë edhe që mirën me prostitucion nuk hinë sikur na për 100 euro ditën me punua, po kupton, si gazetar, ai nëse si ka në 2-3 euro
qarkullim ditor, ai nuk e merr ato si biznes. Po bëhet fjalë për disa mijë euro. Po, disa mijë euro, nuk janë punë pare 150, 200, 500. Dhe ju besoni se parat ishin shkaktari kryesor sepse kanë qenë bashkë, tash ndoshta edhe prokuroria e zbardh më detaj rastin e tregon se çka ka ndodhur krejt, po ajo është konflikti i pareve kryesisht që kanë ardhur edhe që kanë, domethënë se kur të merresh me atë biznes tash ose edhe njëri me qëllu konsumus, ose i han njëri paret, po është që jargonin që përdoret, ose çatu pare kanë mundonë. Nëse dikush aty ata nuk janë, për shembull sigur problemat që ndodhin, dilerat e kokainës, njerë, dy ta fal, tretën, e kemi parë raste që vranë, nuk janë ato, nuk ta fal njerë mënet me ta dytën, apo kupton, që aty, pse po dyshohet si efekt, që ajo është, se kur ti e shetë që ti ka marë, për shembull një shumë të konsiderueshme, 10-20.000 euro, edhe të vjen aty, edhe tash edhe ka dhe thikaj, edhe të ka ardhë edhe me dikën, ti me njerë aty e kalzon vetën që ardhë, do më thonë mi angër paret, krejt e ardhë të më mu bo në gjargonin mangup. Personi tret Edi Mehmeti është ma shumë familjari këti dorasit se sa i... Po, dha i kam betur i plagosur, nuk ditë nëse kam betur i plagosur nga dorasi, apo nga viktima. Po, është kemi të nga qarta... Prokuroria ato për hakmarje nëse është familjari këti. Vetëm për me të korektu, sepse sa që i kanë shku njerit, a i ka qenë dorasi edhe kjo i plagosur janë ma shumë të afërm se sa kjo viktima. Dhe më kjo viktima ka qenë vetë ma shumë. Të tretë kanë qenë raporte shoqërore, vetëm këta dy janë edhe familjare. Edi Mehmeti me këto dorasi. Atër pse i plagosuri është, ju ka caktu masa për hakmarje nëse është familjar me këto, dhe në është të pakumtim. Tashja, hunija, nëse ti je familjar me mu, ti mu prokuroria po m'nalka për shkak që hakmirë në ndajte, po nëse jena familjar, më ka plagos, pse prokuroria ka kërku edhe kë mas... Po, qëre, nuk janë njësë për fajsis ose pa fajsis të qenurit familjar, apo... Hakmarje dhe ti, viktima së në hakmeret. Këtë që shtrojët në pytje, sepse kë rast, për formën se si ka ndodhër në këndvështrimin tem, zotër Krasniqi do të mund edhe të parandalohej, si kur ligjit të funksionante, të paktën në këtë formë, pra, të ndalëshin funksionimi i lokaleve pasorës kjo në mënyrë fenomenale e ekspozon dështimin e shtetit në shumë nivele. E para është inspektorati shtetit. Prandaj dola këto. E para është dështimi inspektoratit të shtetit, i cili e ka leju me funksionu një biznes, i cili zyrtarisht ka deklaru që nuk funksionon ma. Ose është diçka tjetër. Edhe është kosmetik, nuk i ka rënë nërmen për vitet e tana prej 2022 me shku me bani kontrola atë një herën. E dyta është dështim komplet i policisë, se cilin e ka leju një recidivist me umen i lirë në Gjakov, me pas lokal jashtë lidhshëm në Gjakov, me ka një armatos shumë mirë Gjakove. Ishte recidivist? Po, se ka posë shumë vej praj. Ska policia përgjësit, ata është aty vendosa. Ata një ma shumë policia se sa që një familja vetë, kështë që. A është person shumë i njoftë në Gjakov. Se djej pyta mësafirët për profilin e ti kriminal, nuk kishën informacione. Po, me lejo të shkojnë në nivellet tjera të papërgjithshmërisë. Dhe më thonë, është dytë kjo, është policia cila ka ditë personin që egzistan ato, e ka ditë që ka bënë ato, nuk ka qenë ajet natë. Muzika që ka lëshua i lokal, vendi që ka funksionua e të si lokal, zhurma që ka bëha i lokal, është njoftën për qarshin. Nuk është në e farë misteri, në e farë vendi shumë i vogël që se ka ditë kërkush që po funksionan. E si kozmetika është... Dështimi tjetër është i prokuria cila ka liju edhe me shku, edhe me u vjetru lante tina. Pa ngrit ka këtë akuzë. Si kur se ta këshëm pas një inspektorat që funksionan, një polici që funksionan, vesh që e krynë detyrin e tyne, ku shëtë resens për lipën për tyne. Jo me shku me njëse faretimi, vesh me kry punën e tyne. Kjo nuk ishtë ndodhë. Ska faj policia, ska faj policia. Ashtë na më në me skëtu për 100 versione, për 100 motive. Na nuk më në kërën një nalë motive të kriminelave. Pikërisht, absolutisht. Kriminalat, dilerat, njës që dojnë me që e në tarmatosin, që miren me fajdet, që miren me drogë, ata që të mund kanë pas motiv. Po, absolutisht, për ne mund të parandalojnë kushtet, sepse forma është se, zotri Saliu, për nuk ka faj policia, nuk për du me i bo faj të institucionet, për kush ka faj, kur një vrasje ndodhë. Gjyqësori ka, pse? Se i grumbullon landa të nuk merë. Sepse mirë që i ndodhë. Pa pak drejt plati, pse? Ta arrestan polici personin e fjallën. E më ledhë këtë provat. Ja dërgën prokurisë. Prokuria me vitet të tana ka rasi kur asë nuk i në vitat akuzë.
Lëshojmë procedurë të rregullt. Pagun do pare, ka kesh, e pagun... Lëshojmë procedurë të rregullt. A i buon, që pas rast Prishtinë, 78 vepra i ka pas edhe u kanë liri. Sot është biznesmen, i mon bizneset e një tjetër kuna problem që është në Prishtinë. I mon i ka pas 78 raste, ke pas me 100 raste, edhe në liri. E dënjaj që i ka vendos atër bombat që u patvroj polici. E ka qenë me 100 e diçka po. Edhe liri se këtu sistemi është, po që i kështu në është të përmarë përgjësin, i kolbun, prokuroria dhe gjyqësori s'po funksionon, polici, këtu e arreston stacion e lëshojnë. Pse prokurori thëtë që e në procedurë të regull, që me baj polici? Dhe kjo është një rëthanë rënduse, po them për formën se si të punojnë policët pastaj brenda orëve të orë. Da keni vrejt një detaj, në 2-3 vitet e funit. Rasit e për lokale janë shëndru në Patern. Dhe ki, në 2023, në gosht bën vend u vra njeri para lokalit. Në Ronik Skenderaj, në gosht 2023, u vra njeri 39 vjeç të Shvedin Loshe, i ka hinë lokale ka vra. Në Klin, në janar 2026, 2 këshëret Recep edhe Albian Thashi vritën. Në Hub, Mitrovic, 2021, Ermar Kambere, 24 vjeç vritet. Dhe më thonë, gjdo vetë gati i ka 2-3 vrasje që ndodhen për lokalit e Kosovës, lokalit e natës. Tash, a do dikush me marrë këto, a analizon këto data dikush, a merë dikush me analizu se qka do me thonë kjo, ku për shkën kjo gastronomia, se kjo industri, kjo përshit ashtë qare edhe me sot, edhe me rastin e djeshit, që kërkush nuk është të marrë me këto, as inspektorati, hala 5 vjetë nuk e kena ashtu as 5 inspektorata që e kontrollojmë këtë industri, kështë që nëse ti nuk ban kur gjatë për lokalet pa leje, zbën kur gjatë për armë pa leje, zbën kur gjatë për recidivista, qka po pretë pacha, Fix. Sonja Makasi, disa faktorët që i plotësojnë kushtet për të kryer një krim, i përmendi zotri Krasniqi, gjithashtu zotri Saliu. Në këndvështrimin tënë, cilën halk po dështojmë? Apo në disa halka, komplet halkat e këti biznesi, këti lloji? Kështu. Deshta mas pari më ndërlidh, so kam informacija prej më herë, viteve më hershme, në Gjakov ka pas vrasje të tilla shumë shpesh, sidomos në vrasje të shkakun në rrugë, kur nuk ka pas në shtetet të tjera të Kosovës. Mirë po, viteve të fundit nuk kemi dëgju për ndonjë rast sikur ky. Dhe nuk e di sa po funksionon, mirë po mendoj që në komunën e Gjakovës funksionon policia. Nuk mundemi me thonë që nuk funksionon asni, do me thonë, organ ose institucion i shtetit. Unë e shoh ma shumë problemin të posedimi e armëve. Posedimi e armëve me leje edhe ato pa leje. Për ato me leje, mund të them që unë e shoh si mungesë në Republikën e Kosovës, lejet për armë miren në disa kritere. Bëhet, në vëdhoni të sem në personi... Kujtoj se kemi edhe arrestime pikërisht për çështjen e lejeve për armë së fundit në Republikën e Kosovës. Edhe ato me lumëtim klanit që ka bo, me lejet bardha edhe ato, edhe sot kja arrestime, pra që kjo është që po thotë shumë mirë, deri sa nuk funksionon prokuroria, gjyqësori, më falë që në ndërpreva shumë, këtë e kena me polici me kretë, këtë është. Kërkojnë falje. Po, andaj, po mendoj që duhet me qenë një vlerësim shumë ndryshe kur jepet leja për armë. Personi duhet me qenë mas pari të ketë një shëndat mendor në rregull, do të thonë të bëhet një intervistim, një vlerësim edhe për këtë, dhe jo të jepet gjithkujt leja për armë. Ndërsa e dyta për armë pa leje, atëherë ne kemi një treg të zi në Kosovë dhe në gjithë Ballkanin që qarkullon dhe nuk mund të evidentojmë personat të cilët i shpërndajnë këto armë, i shesin këto armë, përderisa shoqëria, populli nuk bashkëpunon me institucione. Në momentin që unë e shoh që me një vend shiten këto armë, ose dikush e posedon një armë me një grupacion të caktuar, atëherë unë këtë rast duhet ta raportoj. Mirë po tëna nuk ndodh kjo. Tash, institucionet nuk mundën me ditë se çka ndodh me një mahall nëse populli vetë nuk e raporton këtë. Ose personi i cili mund të jetë viktim nuk e raporton këtë. Po, dhe populli raporton, pastaj prokurori lëshon në mbrojtje liri, edhe pastaj të përballesh me personin që e ka raportuar. Procedurë e rregullt është direkt. Ma besoj që mundemi me ngritë zonin në si popull. Nuk është vetëm gjyqësori,
prokuroria, policia, por janë mediat, janë mënyra shumë të ndryshme se ne mundemi me u vetëdijsu, mu ndërgjegjësu edhe me bë thirrje për këtë. Kështu që në anë këtij emisionit po kam dëshirë që bëj edhe unë thirrje njerëzve që nëse shohim kësi gjëra të mundohemi të bëjmë të pamundurën edhe të mundohemi me I parandalu këtë gjëra. Pastaj si shkon ai zinxhiri, ne nuk mundemi me ditë, mirë po të paktën të raportojnë. E qartë. Zonja Avokati, faleminderit shumë që ishin në Kosova Today. Faleminderit shumë për ju, që ishte kënaqësi për mua. Faleminderit shumë, zoti Saliu, nëse keni një koment për mbyllës. Unë veç edhe e kisha vazhdu apelin e zonjës që ke e lidhën që deri sot kemi kësi lloj dështimesh nga sistemet tona të drejtësisë, kemi me pas rase edhe kome na u dashur me raportu non-stop prej tereneve të tilla, sepse në rast se ti kërkon përgjithësi që na të bashkëpunojmë edhe ti në fund atje hallka fundit atje që duhet këta me majtë mshel po shprehna kështu, ti e lën të lirë edhe lën deri më 5 me pas lokal, duke ditë kërrejt çfarë biznisi. Pra personi që ka kryer vrasjen do duhet të ishte në burg. Nëse ka gjitha të vepra që është gazetare, atër që veç për ndërlidhet, që ku jena kërën ndërlidhet, është këput ka ma ushtarit këforit, është denu me 2 vjetë. Thonë, të qëre ku e kena sistemin e drejtësis, edhe na pa flasëm për këto, për ta I kitë 18 vepra, 8 një me pas. Që vullnetin ndështë një me pas, me një rëthirën. Lemo ti, po je njëri që po të një krejt sistemi drejtësis, po të një Gjakova, gjukata atje krejt, edhe për qëllë të derin 5 sabat, tu e di që po miresh me prostitucion, me krejt. Këtu duhet KPK dhe KGK me intervenu urgentisht të këtu lanë, tash e kemi edhe gjukatën komerciale, edhe administrative, duhet sa ma shpejt më kry, nuk mundet një prokuror 50 lanë mi pas. Sepse vim deri të këto. Faleminderit shumë për ftesën e shpresoj. Saliu, vullnet, se keni një koment për fund? Jo, asgjë, faleminderit shumë.